Përshëndetje shikues dhe dëgjues të radio televizionit Pendimi. Mirë se ardhët në emisionin Drita e së vërtetës. Mirë se ardhët në këtë të diel në transmetim të drejt për drejt këtu nga studio qendrore e radio televizionit Pendimi në Prishtinë. Sot është një emision i veçantë, një emision i rëndësishëm për gjithë popullin shqiptar, duke pas parasysh që jemi në ditët e paqes. Ditët e paqes që ose në ditën e paqes që korrespondon të jetë edhe në ditët e rëndësishme të çlirimit të Kosovës. Ditët e rëndësishme kur ata që na ndihmuan më shumti e vendosën paqen në këtë vend, kur ata që ishin këtu me armë në dorë e dhanë më të mirën e tyne për vendin tonë dhe dy parë që e deshën paqen u bashkuan në këtë ditë. E një prej tyre e kemi të ftuar edhe sonte në studio. Është një njeri jashtëzakonshëm, një njeri që kontributi i tij tashmë është i njohur botërisht. Ndoshta jo që ka qenë dëshira e tij që të jetë një njohje kaq e madhe për kontributin edhe vlerën e tij, por veçantia e tij na bën që ta preferojmë e admirojmë veprimin dhe veprimtarinë e tij gjatë kohës së luftës. Është një prej hoxhallarëve më të jashtëzakonshëm shqiptar, i cili me fjalët e tij na i mbush zemrat me të mira edhe na i jep qetësinë e na e siguron paqen në zemrat tona për atë që thret edhe rruga e të Madhit Zot. Kam kënaqësinë që sonte e ndaj studion me hoxhën e nderuar Fatmir Latifaj. Selamu alejkum, mirë se keni ardhur. Wa aleikum salam wa rahmatullah. Vëlla, faleminderit shumë ftesë. Gjithsesi është edhe kënaqësia ime. E lut Allahun për ty dhe gjithë telespektatorët e radio televizionit Pendimi, që kudo që gjinden ata, qofshin këtu apo dhe jashtë vendit tonë, mërgata bekuar, t'jenë në mëshirën e Allahut dhe në rojen e tij, e cila është e jashtëzakonshme për arbëret e tij. Alhamdulillah. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Është e bëj këtë punën e prezantimit ndoshta aq sa kemi edhe liri, diku për mbi 23-4 vite, por emocion më i veçantë se sonte nuk është që kam pas. Ndoshta djersët në vallë po e tregojnë edhe këtë gjë, sepse me të vërtet e kam ndjek me shumë përkushtim dhe me ëndje qoftë periudhën edhe kontributin tuaj në sjelljen e lirisë tek ne, qoftë edhe tash në kohën kur po e shijojmë lirinë, Në kohë paqe. në kohë paqe, edhe në kohë të këtyre ditëve të cilat kur si kemi pas, e sot i kemi edhe po i gëzojmë, ndoshta edhe për shkak tuaj. Kështu që kam shumë lere dhe kënaqësi që jemi sonte së bashku. Falënderimet pa fjedyshim i takojnë Allahut, krijuesi i dunjas edhe i ahiretit. Njëri prej emrave të bukur të Allahut është Es-Selam, i cili korrespondon me fjalën e bukur të cilën ne edhe e besojmë, por edhe jetësojmë, por edhe përjetojmë. Ai është paqëdashësi, ai është paqëdhënësi, është Zoti, krijuesi i gjithësisë. Njëri prej 99 emrave të bukur, dhe me plot kuptimin e fjalës ka koincidu këtë ditë, shumë bukur e the, ditët e paqes, sepse në ditët e çlirimit, ditët cilët erdhën si rezultat i një vujtje më shumë se 121 vjeçare. Pse e quajnë 121 vjeçare? Sepse populli shqiptar, qysh prej lidhjes së Prizrenit me 10 qershor të vitit 1878 e deri në 11-12 qershor të vitit 1999 bajnë, do të thotë, 121 vite. Ka dhënë kontribut, ka dhënë gjak, mund, ndjers, të gjithë pa dallim, dikush më shumë, dikush më pak, dikush me mundësi më të mëdha, dikush me mundësi më të vogla. Atë shumë
përpjekje për të ardhur deri te kjo paqe, se ne shqiptarët jemi popull paqëdashës. Jemi popull i cili kur njëherë nuk e kemi sulmu asnjë popull në koshitë tonë. Edhe nuk kemi pretendu asnjëherë tokën e huaj. Asnjëherë nuk e kemi synu hakun e huaj. Gjitha luftrat që kanë ekzistuar, madje ato frontalet, kanë qenë për mbijetesë, kanë qenë për pragun e shtëpisë, kanë qenë gjithmonë për atë dheun tonë. Prandaj populli shqiptar e meriton të jetë populli më i admirueshëm për paqen e tij. Edhe ne sot e përjetojmë, sot 27 vite, kemi me të vërtetë një arritur shumë të madhe historike. Edhe amaneti i të parëve tanë është vënu praktik që ne të jetojmë në paqe, në dashuri, në respekt, se kuptimin e paqe që do më thonë, është të ballafaqohet njeriu me tensionin në mënyrën paqëdashëse. E ne jemi ballafaqu me situata të jashtëzakonshme. Edhe shumë është interesant se i madhi Zot kur e trajton çështjen e njeriut, trajton format ndryshme. Madje Zoti të den njëra prej 114 surave ka zbrit edhe thot suratul insan. Është kaptina e njeriut. E trajton shumë interesant njeriun. Se njeriu është, do të thot, një qenie e cila përbëhet prej 3 komponenteve. Është shpirti, është trupi, edhe është mendja. Këto 3 komponente e themelojnë edhe e përbojnë qenien më të bukur, më të mirë, të cilën e ka fal i madhi Zot në fytyrën e tokës, madje ka bë me këmbësin e tij në tokë. Nuk e ka kriju Allahu njeriun për me bë luftë, as për me mu hakmar, por njeriun e ka kriju me këmbësin e tij. Si ka mundësi edhe të jetë njeriu me këmbës i Zotit, edhe një admirues i luftës, ose të jetë një admirues i konflikteve, ose të jetë një konfliktues. Përkundrazi, ai duhet të jetë reprezentues i fjalës Zotit, pasqyrë e rahmetit Zotit në tokë. Kjo do duhet me kanë me një vedije. Prandaj Kurani nuk e vendos krizën e njeriut te mungesa e inteligjencës së njeriut, por te ndotja e perceptimit ndaj realitetit me cilën njeriu ballafaqohet. Kjo shumë është interesant. Zoti nuk ka thonë se njeri nuk ka ndjenja, por ka thonë ata nuk kuptojnë. Pse nuk kuptojnë? Se zemra e njeriut është qendra të kuptueshmit. Kur kjo bëhet e papastër, ndotet perceptimi i tij real ndaj realitetit, ai pastaj të vërtetën nuk e sheh. Se nuk shihet me sy të ballit, po shihet me sy të zemrës, cila buron pikërisht nga zemra. Për shembull, ndoshta është pak dalë nga tema, por vetëm kalim se nuk kam çfarë pa e përmend. Ibrahim a.s. i cili llogaritet baba i pejgamberëve, sepse të gjithë pejgamberët pas tij kanë ardhur nga lozët e tij. Kur e përfundoi çabën, ndërtimin e saj, e bën një dua interesante. Tha nga gjiu i këtij vendi, o Zot, dërgoni një njeri i cilit ki me i dhënë mundësi me lexu argumentet e tua, edhe të njëjtën kohë, po citabin e Kur'anit, fjala është, fjala e Allahut, edhe përmendi, tha urtësit, edhe pastro, bën pastrimin, rafinimin e shpirtit të tij. Allahu Dhul Gjelal këtë ngjarje na kallëzon surën El-Bekare, është shumë interesant në fillim të gjuzit të dytë. Zoti i Madh e mëson Ibrahimin a.s. që me bë dua. Subhanallah. Kur vjen puna te pastërtia e shpirtit, e vendos në krye të prioriteteve të kërkesave. Sikur do me thonë, robi jam i dashuri im, miku im, Ibrahim, ti duhesh madhërisë time t'ja parashtrosh lutjen duke filluar me pastërtinë e zemrave, është pyetje e perceptimi. Sepse kur njeriu i ndotet perceptimi i zemrës, edhe njeriu shpirti i tij përlyhet me mëkate, me gjuna, realitetin ja huq. Miku i duket armik, armiku i duket mik. E për këtë arsye ne falenderojmë Allahut që arritëm pas një sakrifice të jashtëzakonshme, e cila u ballafaqu popullit shqiptar, edhe kjo ndodh një mrekulli e jashtëzakonshme që miqtë tanë, aleatët tanë,
e kuptu në realitetin, edhe kërkesën, sakrificën e këtij populli e ban realitet. Edhe 121 vite vujtje, madje edhe ti vet vjen prej Toplicës, të parët tanë, që e them herët para misionit, cilët ne shqiptarët e pagum shumë shtrejt, humbëm sa gjakun e pazarit, humbëm sa gjakun e nishit, do të thotë gjatë historisë, gjatë kësaj, u të korrëm me hartë, u të korrëm me numër, u boshatesëm, u deportum, u shkatërum, u demolum, gjithçka ishte në tendencë qenje shqiptare të mos ekzistante këto troje, por Zoti i Madh bëri mrekulli pikërisht atëherë kur ne pastrum shpirtin, edhe të njëjtën kohë bashkum zemrat, e Zoti i Madh e krijoi mundësinë, që cila kjo nuk vije shpesh në histori, është shumë e rrallë, kur interesat e popujve, apo interesat e fuqive të mëdha, ta them kushtimisht, me ato interesat tonë kombëtar të jenë në një vijë. Edhe dashti Zotit të triumfoj kauza UÇK-s, e cila është historia më e begat, për cilën lutem edhe nga misioni yt për eprorët e UÇK-s, që pas një muaji të dalin faqebardh, sepse do të është gjykimi i tyre në Hag, i cili është i padrejtë, se është në pyetje jo individi, po është pyetje kauza këtij populli, edhe definitivisht alfa dhe omega e ditës së paqes që lidhet me kauzën e bekuar të UÇK-s, e cila do të thotë ajo i ka rënë qysh në themelet e lidhjes së Prizrenit, e pastaj dekadë pas dekade, brez pas brezi, deri kur kulmoi edhe me ramjen heroike të komandantit legjendar Adem Jasharit me gjithë familje, edhe të njëjtën kohë ai amaneti i tij u themeluese në 3 data për cilat do duhej çdo shqiptar me i ditë deri në ditën e Kiametit, këto nuk psojnë tjetërsem në asnjë rrethon, është 10 qershori i vitit 1878, që është bën në xhaminë e Bayraklis, do të thotë të bëhen krert e gjithë shqiptarisë, madje edhe besimtarët e besimeve tjera, se na nuk jemi vetëm musliman shqiptar, po ka edhe besime tjera, kemi vëllezër të gjakut në besimit krishter, katolik edhe ortodoks, në xhamin e Bayraklis, që udhëheqet nga Hafez Umer Prizreni, e Sulejman Vukshi, e plot dietar, e besimtar, pastaj edhe pruftëri pa fije dyshimi. Pastaj do të thotë ishte ajo shpallja e pavarësisë Shqipërisë me 28 nëntor vitit 1912, por ne shqiptarët e Kosovës padrejtësisht mbetëm nën thundrën e Serboslavisë, edhe shumë territore tjera në Malzi, në luginën e Preshevës, në Maqedoninë e sotme kështu me radhë, është shumë e rëndësishme me u cek edhe data e 10 qershorit të vitit 1998. Pse po e tham këto? Se është themelimi i shtabit të UÇK-s në Abrin. E ki parasysh, kjo është më rëndësishme me ditë, edhe konkretisht prej kësaj date fiks 365 ditë, pastaj ka ndodhur edhe kapitulimi i Serboslavisë në Kumanov, në shkrimi i paqes, edhe me ndërhyrjen e amerikanëve dhe NATO-s, njerëz të botës demokratike, që ne sot e gëzojmë edhe lirinë sot e 27 vite. Inshallah, Zoti i Madh na mundson që këtë paqe ta ndërtojmë me të gjithë, pa dallim, kombi dhe etnia dhe feje, sepse kush e dëshiron paqen e Kosovës edhe paqen e qytetare në vendin tonë, të gjitha kanë vendin, këtë vend, edhe jam i bindun se do të funksionon forma dhe mënyra më të mirë të mundshme. Normal, barra përgjithësisë i bie popullit shqiptar, e pastaj brenda popullit shqiptar besimtarët tanë musliman, sepse ne tash nuk do duhet të sillemi si viktim, por do duhet të sillemi si të zotëni në tokën tonë. Jemi të zotë e vendit tonë, por mos harrovni, edhe gjithë njerëzit që po na përcjellen, se të zotë jemi vetëm kur jemi me Zotin mirë. Pas Zotin s'ka zotësi. Pas Zotin nuk ka përparim, nuk ka mundësit i ki, por nuk i shijan, edhe nuk i përjeton ato. Prandaj me Zotin, na me emër të Allahut edhe me mësinë e robit, do ta zaventësojmë me mësinë e zotënisë, edhe gjitha këto, do të thotë, probleme, pengesat e cilat i kemi gjatë rrugtimit qofshëm, domethënë në nivele më të larta, legjitime deri te nivele më të ulta në shoqëri, unë mendoj se ka nevojë mendësinë e zotësisë ta kemi
në inteligjencën tonë, e jo mendsinë e robërisë. Se inteligjenca e zotësisë nuk e lejon njeriu pastaj me vjedhë shtetin e vet, me korruptu shtetin e vet, me keq përdoru detyrën zyrtare kështu me radhë. A njeriu i cili ka mendsinë e robërisë, ai nuk e përjeton se është antar i denjit në atë dheun e tij. E kështu duhet me pas parasysh të gjithë, pa dallim. Po. Ju i potencuat në mënyrë të veçantë 3 data të cilat, si me thënë, e bën atë kapërcimin historik në për të mirat edhe në për momentet kur populli jonë ka kërku paqen, pavarësisht formës edhe mënyrës. Dhe me thënë, ne si popull u konsideruam paqedashës dhe dashamirës të paqes dhe e dëshiruam e kërkuam paqen me ngulm. Qoftë institucionet të cilat ishin në periudat e paraluftës, periudat të cilat u përpoqën të administrojmë arsimim paralel, shëndetësi paralele, shumë rrethona të tjera. Nuk i arritëm. Fatkeqësisht nuk i arritëm. Pa ardhur deri te momenti i kapjes së armës në dorë. Mirpo Islami në këtë rast, a e thot që derisa të vijë njeriu te që e thomi një popullor që të kam mbështet për muri dhe atëherë ti duhet me i kapë armët? Apo do duhet për neve si popull që ta kërkonim paqen me këtë formë qysh më herët? Populli shqiptar është ballafaqu me një regjim totalitar fashist, i cili ko pas kohe ka synu ta shbëj qënësin e këtij populli dhe vërtetën dhe realitetin e tij. Prandaj populli shqiptar e ka provu edhe anën e paqes, edhe sabrin, edhe është imponu nga rrethonat e një okupimi klasik, të cilin e kemi përjetuar të gjithë. Edhe ne shqiptarët nuk e kemi përdor armën deri në momentet më kritike të jetës, që thot populli dy dur për një kokë. Edhe pastaj kjo është e drejt hynore, e cila është e përcaktuar tek librat e shenjta të gjitha, e në veçanti të fjala jonë e Kur'anit, fjala e Zotit, që njeriut ju është leju ta përdor, do të thotë, forcën e tij përballë zullumit, kur të gjitha alternativat e një mirë kuptimi të mundshëm janë shu dhe janë harxhu. Prandaj populli shqiptar ka tentuar të bëjë institucione paralele dhe i ka bën. Shumë është e vërtetë me lëvizjen në krye me Ibrahim Rrugullën, e cila ka qenë reale. Mirë po, të gjitha ato përpjekje gjithmonë kanë pas problematika të jashtëzakonshme, deri shpeshherë ne edhe në atë kohë kemi qenë edhe nxënës, edhe shumë bashkëmoshatarë tonë do të thotë sa janë lëndu, e sa janë plagu, e sa janë vra, të munu me shku me mësu në për shtëpia private, duke ik nga paramilitarët, e nga ushtria, e nga policia okupatore. Mirë po nuk jemi dorëzu. Edhe pastaj mos të harrojmë edhe një element tjetër. Populli shqiptar ka tregu që është paqedashës në to troje, kur është pajtu mes vete. E cila është pajtimi gjithëkombëtar i verave të Lukës, që i priti 2 personalitetet të jashtëzakonshme, mos të harrojmë, plakun e urtë Anton Qetën, edhe hoxhën Idris Kokrukun, që fatkeqësisht këtij personaliteti dytë i hyn në hak sikur institucionet tona, sikur edhe madje edhe ne hoxhallarët. Adhe nuk e përmendëm. Shumë pak ose hiç, fatkeqësisht. E kjo është madhështore, madje kur e ka po këtë kompaksi edhe perëndimi, sepse trumbetohet gjithandej nga pushtëmbajtësit okupator nga Beligradi, se shqiptarët gjaja për shkak përqindjes absolute islame, këta dëshirojnë të sjellin sheriate, ku ta diune, të gjitha ato intrigat tyre që ti keq drejtojnë të vërtetën e besimit tonë, përballë një botë perëndimore e cila është e besimit tjetër. Mirë po kur e pan miqtë tanë ndërkombëtar se shqiptarët me një mençuri
me një tolerancë, me një bisedë ndërfetare, me një, si të them, një barazie të jashtëzakonshme të prioriteteve që këta, dhe pse në shumica e besimit islam, të parin e vendosin në pajtime të gjaqeve, plakun e urtë, edhe pse ishte i besimit katolik, për interesin kombëtar, këta janë tokë së bashku dhe prore do të qëndrojnë kështu, atër e pa në realitetin se me të vërtet kërkesat e këtyre njerëzve janë më njerëzore të mundshme. Për të ndihmu këtë popull, është çështja më elementare e mundshme të humanizmi, edhe realiteti e dëshmoj deri sa kulminoi me ngritjen e bive të këtij vendi në krye me Adem Jasharin, e plot burrat e tjerë, Zahir Parazitin, e Meh Ukën, e vëllezërit Haradinaj, e kështu me radhë, të cilët e treguan botërisht se na për te pragut shtëpisë nuk kemi ku me shku. A për te shtëpiave tona nuk kemi ku me shku, s'kemi ku me dalë, na nuk kemi atë dhejtë tjetër, sepse neve, shqiptarve, historikisht na është bo zullum. Prandaj qysh për vitit 1878, e pastaj në vitin 1913, e pastaj në Kongresin e Versajt, e pastaj në Konferencën e Londrës, e pastaj para luftës parë botërore, gjatë luftës parë, pas luftës parë, mes dy luftrat para botërore, e pastaj në vitin 1945, kur fatkeqësisht mbetëm përmbi se 5 hise të trungut shqiptarisë në sundimin e egër të slavëve. E ki parasysh, e gjithë ato përpjekje vitin 1968, e parasojnë 56, e pastaj në 74, pastaj në 81, hajde 79, pastaj deri në domethënë ato kryengritjen studentave, gjithë ajo ngujimin e minatorëve në Trepçe, që është bërë me 21 shkurt vitin 1989 deri me 28 që nuk do duhet mu harru kurrnjëherë, domthonë ndjersa ballet tyre të pastër, cilët domthonë janë luajt e shqiptarisë, minatorët e Trepçes, e pastaj deri në kulminantën e cila ishte domethënë heroizmi papar i familjes Jashareve 5, 6, 7 mars të vitit 98, e të gjitha këto do të thotë e determinuan që shqiptarët me plot kuptimin e fjalës e meritojnë për një të drejtë vendosëse të popullit vet, edhe populli shqiptar do të thotë e arriti atë të cilën do të thotë minimale është ajo për të cilën do të thotë e ka meritu, lere mo atë të cilin e kemi synu, sepse apetitet tona në ngopën vetëm atër kur ne bashkohemi shqiptarët e gjithë në një hartë etnike. Ashtu qysh edhe kemi qenë, qysh Zoti na ka falë, kjo është e drejta për të cilën jam i bindun se një ditë do të ndodhë. Insha Allah do të ndodhë me mençurinë edhe mendësinë e zotnisë e jo me keq përdorimin e mendësisë së robërisë. Kjo është shumë më rëndësi. Kjo është shumë më rëndësi. Po. Arritëm tek kjo periudha kur bit më të mirë të vendit, ata që ishin pak më trima se disa prej nesh, u bon edhe më trima edhe vendosen me i kap disa armë, po e them me fatkeqësi, disa armë të lodha e të këqija, që si kishin mundësit për më të mira, edhe me i dal ball një ushtrie të jashtëzakonshme që konsiderohej ish ushtria jugoslave, që është ushtria serbe, e një prej tyre ishte edhe jo. Edhe shumë hoxhallar të tjerë, e shumë të gjithë besimtarë të tjerë dorën zemër, sepse të gjithë ata kanë besu në Zot. Të gjithë ushtarët e UÇK-s kanë besu në Zot. Pa fjetësh. Edhe, domethënë unë i konsideroj ata edhe besimtarë, prandaj po e them. Qysh erdhi deri te ky moment kur ju e mendut nuk ka tjetër zgjidhje, përveç se edhe unë kam e kap armën edhe në malë se nuk bëhet ndryshe. Populli shqiptar është popull besimtar. Padyshim. Edhe ora dhe autoriteti i këtij populli ka qenë i prekshëm. Nuk ka qenë një vlerë inekzistente të ora e tij, të autoriteti i tij, si qenje, do të thotë si kombësi në mesin e shumë kombësive tjera në ish Jugosllavi. Kjo është shumë më rëndësi me ditë, para se me u përgjigj në pyetjen tonë. Baballarët tanë shërbyen nëpër shërbime ushtarake në ish Jugosllavi. Edhe është shumë interesant të gjithë
nëse ti i referohesh tregimit tyre, rrëfimit tyre, çfarë autoriteti kishte një shqiptar, ushtar i ushtrisë ish Jugoslave në arodhat e armatës ish Jugoslave. Ato e vrejnë të gjithë pa përjashtim. Është mirë, kjo është element se do duhet më regjistru në faqet e bardha të historisë. Kjo është jashtëzakonshme, kjo buron prej një besimi të cilën ky popull e kon kompakt me qenjet e tij kombëtare. Cila është ajo? Që e prort e ish Jugosllavisë i thonin ushtarëve të tjerë, ju shqiptar, Serbë, Kroate, Slovene, Macedone, Malazeze, Hungareze, çka ka pas të tjerë, që keni kujdes me shqiptarët. Zotin mos ja ushani, nanën shqiptare mos e shani dhe mos e përdhosni, edhe të njëjtën kohë bukën mos e gjunin në sytë shqiptarëve, sepse këta i kanë të brymosura të shenjta këtu. Zotin, ati ku shumë falë, qenja nanë, dhe na shqiptarët kur vrahemi ose lëndohemi, thujnë o nanë, ose kur na dhem dikun oj nanë, ja, edhe bukën. Se bukë e krype zemër. Këto kemi të trashikuar me henez para se më konë shqiptarët musliman. Kjo është vërtet e reale. Se është ngjyrus, pastaj veç ka thonë të parët tanë, bukë e krype zemër, veç ja nisë me bismillah, edhe të falenderojmë Zotin me elhamdulillah. Sa e bukur ky islam. Ky islam nuk ka ardhur për të na turqizua, po për të na arabizu. Ato janë tendencat të mësimeve komuniste, nuk do duhin asnjë rrethon mi leju me hyrë në zhargonin e përditshmërisë tek ne. Edhe e kanë ditë fare mirë ata, se populli shqiptar ka një armë më e madhe se sa ajo që ekziston durrët e tyre. Më e fuqishme, më e sofistikume, çka kemi posedu na, nuk kanë posedu ata. Shumë saktë. Ne kemi pas armën e besimit. Ne kemi pas motivin, ne kemi pas identitetin. Shumë popull të shtypur në përbot i kanë ndihmu fuqia e Zotit që kanë pas identitetin dhe të vërtetën, se sa kanë pas armën më të sofistikume për ball armiqve të tyre. Kjo është e vërtetuar edhe historikisht. Edhe ne kemi përjetuar si shqiptar. Sepse derisa ai po vije pi Karpateve atje, e vije pi Shumadis, me një fodollëk për ta sulmu popullin shqiptar, për ta përdhosur nderin e tij, edhe të njëjtën kohë për ta marrë dhe grabit tokën tonë, çka kemi na se nuk e mbrojmë vetonin tonë? Ku do duhet na të arsyetohemi e të mos i rezistojmë fuqimisht, do të thotë përpjekjeve barbare për ta përdhosur nderin e fen e kombin para se gjithash dhe atë dheun tonë. Andaj ne u detyruam, edhe nuk ishte rrugdalje tjetër, e provuam 10 vite pej 89-ës deri në 98-ën, mësuam ilegalisht, u ballafaquam me lloj-lloj sfide e sprove, u ballafaquam me internime, burgosje, rrahje masive, e me protesta, me të gjitha mënyrat, e u bojkotuam, e u përjashtuam prindrit tan nga puna, mbetëm do të thotë duke u sjell këtu shfrytëzoj rastin me përshëndet Mërgatën, se pas Zotin mos me kanë ata buka që ndërt Hasmit, ndërt Shkallët, që kanë thonë në dën plestet tonë, edhe kur të gjitha të drejtat na mohuan, e pastaj filluan të na boshatisën shtëpijat, të vritemi, pa të drejtë, që mos jemi të sigurt në vatanin tonë, në përtej shtëpijave nuk patëm ku më shku, përtej shkollave tona, përtej xhamive tona, na u shkatruan 218 xhami, na u vritën përmise 37 imam, do të thotë uniformuar në uniformën e UÇK-s, përmise qindra mija njerëz të tonë u deportuan, miliona njerëz u boshatisën nga trojet edhe do më thonë vatani tyre, edhe ne si plot të tjerë u detyruam që ti bashkangjitemi karvanit të liridashve dhe paqedashve, sepse ky është sinonim i paqes, se ne e dëshiruam paqen edhe arritëm paqen, edhe isha shumë i ri në atë kohë, 18 vjeçar, dhe prej medresës me bismele, ja Allah, dorë të Zotit, edhe u rreshtuam në aradhat e UÇK-s, edhe ju përgjigjëm kushtrimit dhe kauzës Adem Jasharit, që është sinonim
i paqes, edhe qysh ka thonë shumë bukur, ka thonë Kushneri, administratori parë i UNMIK-ut në Kosovë, thot sikur të ekzistonte një çmim Nobel për paqe, këtë do ta meritonin familja Jasharaj. Edhe gjithçka që ka të thuhet pas kësaj fjale, ndoshta veç të thënë e prishëm atë sa bukur e ka frymëzuar Zoti me thonë këtë fjalë. Bukur, a ishte e vështirë, po i bi direkt pyetjes, a ishte e vështirë të jesh ushtari i UÇK-s, a kishit frikë? Unë i kam dëshirë pyetje direkte. Edhe në direkt po të them. Ai që thot nuk jam friku, ai është duke tepru. Frigën e mposht vetëm një element. Kur e menaxhon arsyeja edhe vërtetësia dhe realiteti pse ti je ato, pse ti je në istikam. Qëllimi jot. Për çka ke dalë ti në istikam? Edhe kur ne besimtarët shqiptar e dim se vdekja edhe jeta është në dorën e Zotit. Por nëse Zoti ka shkruar që plumbi shkaut e bomba e tij është e gjel për ne, nuk kemi çare pa vdek. Por nëse nuk e ka shkruar se ai nuk është e gjel për ne, ne jemi ymërli. Po shprehna zhargonin popullor. E gjelit i ka marrë Zoti, i ka ndëru Zoti në gradat më të larta të shahidëve, e ymërlive i ka sprovu Zoti, dikon e ka plagu, dikujna një geshtja ka mungu, dikujna një dorë ka coptu, edhe me rëndësi e ka kalu këtë sfidë. Jemi friku ka pak, por e kemi menaxhu me atë amanetin e të parëve tanë, sepse këtë është pyetje të menaxhimi. Si ta menaxhosh bukur, Allahu i Madh Dhul Xhelal të jep një qetësi, edhe një rahati për cilën je i bindur. Unë po du me të kallëzu diçka. Doja Kadri i merr Halitaj. 97, 98, 99, se ndrenis lufta ka qenë 3 vjet. Anë për qytete në Prishtinë ka qenë veç 3 muj. A ki parasysh. Andrenic, në Dugaxhin, në Malsi, e atje në Shal ka qenë ma shumë se 2-3 vite, apo kuptoni, sidomos baza në Drenicë, shumë është më rëndësi këto me cik. Edhe kom pyet doj, që i pes të morë plumbi shkaut, thëtë e mërë birë. Ta shiko 80 vjetë e përshëndetje për këtij mediumi, edhe ju urej sukses në shëndet, e rujtë Allahu, Dhul Xhelal. E thët një fjali shumë të bukur, cilën e ka transmetu këtë fjalë prej gjyshit nanës, na i thujna baba zem, ka jetu 120 vjetë. Edhe aja kalon në amanet, kur ka vdek, i ka thonë nipit vetë. Thët ndash mos me të rrugë plumbi shkaut, nesër kur do të ballafaqoheni me këtu egërsira barbare, thët në janë gjikun tënë, mos të mungon buka shqiptare. Jep ju njerëzve buk. Kam dhonë buk, e Zoti më ka rujtë. Kjo është realitet. Edhe kjo është e vërtet. Prandaj, ata që jenë ymërli, Zoti punon me sebeb u avni. Allahu nuk punon pa sebeb. E për neve këtu janë vlerat e jashtëzakonshme. Unë shpesh e kam thonë, edhe në misione tjera, po e tham edhe në misionin tonë. Këshurit i fotografit e Minderani sot 27 vitet Kosovës. Shtëpia të boshatisura, katune, qytete, të djegura, kulme, shtëpia të rënuara, xhamia të shkatruara, në këmbë minarët edhe ogjaqet e shtëpive. Pse? Shumë që kjo... Pse ogjaqet e shtëpive? Pse në këmbë? Shumica absolute. Sepse në ogjaqet e shtëpive, nana shqiptare ka gatu buk. Është simbolik e jashtëzakonshme, që të regon se nuk mposhtës të rezistenca këtij populli. Edhe të njëjtën kohë, minarët janë simbolik e besimit vertikal mes atij që është në tokë dhe atij që është në qiell. Ne jemi në tokë, krijesat e Zotit, e në qiell e kemi krijuesin ton, Allahun, atij kur shumë fal. Edhe çfarë shumë është interesant. Ky aparat shtetëror, degenerues, shkatërrimtar, i cili është kancer i shoqërisë,
është shumë e rëndësishme e potencu. Me 28 nëntor të vitit 1997 në Laush, paraqitje publike e UÇK-s, është datë historike që nuk do duhen asnjë rrethon mu harru. Ato janë sulmu dy personalitetet të jashtëzakonshme. Mësuesi Halid Geci edhe Hoxha Hajdin, imami i xhamis të Laushës. E kanë vra imamin, me ja bo me dije se ja vrajtëm besimin, edhe kanë vra mësuesin me ja bo me dije se ne jemi kundër shkollës shqipe. Këtu nuk janë të raste, këtu duhet mu lexu. Këtu janë me mesazh, përveç janë me mesazh, por janë edhe me porosi, të njëjtën kohë. Që na duhet ta dimë se shqiptarët mundum të imposhtëm kur ja humbum dijen, edhe ja mbyllum shkollën, edhe ja u prishëm xhamin. Prandaj këtu le të kenë kujdes disa se kujt pi bojnë hizmet. Edhe ujin në mullit kujna peqojnë, ata që sot po na luftojnë besimin me tendencë. Unë nuk më pengon një njeri i cili është i besimit tjetër. Vallah billah, se këtë drejt Zoti ja ka dhënë. Edhe Zoti ka lënë të lirë, thot Zoti me Kur'an, thuaj ti Muhammed, kush don për juve me besulet beson dhe kush don për juve me mohulet e mohon. Secilin do t'i kthemi Allahut. Por ai i cili e lën e pastaj i turrët një feje tjetër, e na lufton fen e shumicës në emër të shqiptarisë, kjo është tendencioze. Edhe kjo është drejt për drejt që e prek trullin edhe trungun e shqiptarisë. Prandaj mos të keq kupton dikush pse valla këti vjen mërzi. Ja, jo këti edhe atyre. Por tendenca të futet një fitili përçarjes mes safave tonë, mes besimtarëve të besimeve tona, kjo është e papranueshme, sepse as unë nuk kam të drejtë mi thonë dikujt si është shqiptar, po që se nuk je musliman, edhe ati nuk i takon mi thonë, nuk mundesh me kanë shqiptar i mirë nëse nuk je i një besimi tjetër me përjashtim të islamit edhe të muslimanit. Absolutisht. Përderisa të gjithëve u ka dhënë Zoti këtë drejt, edhe ne do ta gëzojmë në formë në mënyrë më të mirë të mundshme. Këto e përmenda vetëm kalimthi, edhe pse shpesh herë disa shkurtpamës, të cilët nuk e njohin realitetin, për të dy taburreve, a ki parasysh mundën me hedhë zjarr pa të drejtë në komunikimin tonë ndërfetar, që na shqiptarinë e kemi mbi të gjitha, edhe në duhej klima e tolerancës dhe mirëkuptimit të jetë prore sikur se ishte të rilindasit, por edhe tek ne që ishëm në ballë të proceseve, qofshin para, gjatë apo pas luftës. Tash disi me shumë sakrificë, me shumë humbje, me shumë të vrarë, me shumë të masakruar, me shumë të prerë, të grirë, me shumë djem luftëtar që i mbijetun asoj lufte, ja dolëm disi. E fitum një liri, e më pas edhe kulmoj me një pavarësi, që prapë si që cekët edhe më herët nuk është qëllimi final i popullit të Kosovës. Patjetër. Qëllimi final i popullit të Kosovës është kur të gjithë shqiptarët jenë bashkë në një vend. Ama po e potencoj të gjithë shqiptarët ku do që janë. Atëherë kemi arrit qëllimin, sepse nëse zgabohem, e ju mund të ma konfirmoni, betimi i ushtarit të UÇK-s nuk ka qenë Kosova pa mbarën. Bashkimi i trojeve shqiptare. Patjetër, edhe unë mendoj që me lejen e Zotit, ati kof shumë falë, si një fazë kalimtare e kësaj historisë më bashkëore të mundshme, është minimalja e kërkesës së atij betimi që ti ju referove. Edhe Zoti kur cakton diçka i pjek edhe rrethonat. Padyshim. Edhe pjekën rrethonat. Me lejen e Zotit, ati kof shumë falë. Por ne mbi të gjitha, para se ti bashkojmë tokat tona, ne duhet ti bashkojmë zemrat tona. Distancat tona nuk maten me kilometra, po maten me zemra. Nëse ne arrim të bashkohemi me shpirt, me zemër, me vizion të inteligjencës, intelektuale, emocionale, ta dim pse kemi ardhur këtu, të dim se ne e trashëgojmë një histori të bekuar, me plot begati, kombëtare dhe fetare. Edhe ne kemi një binom fe dhe atë dhe, i cili neve na mban gjallë edhe na bashkon prore për të ecë përpara, me emër të Zotit, ajo me emër të Allahut të ndodh.
Dashta do të ndodhë në një rrethon e cila na nuk e kemi imagjinu, siç është për shembull inkuadrimi edhe integrimi në BE. E ki parasysh. Kjo ka mundësi të jetë si një rrethon, domethënë kapërcyse, rrethon lehtësuese, e cila për shembull ëndër ka qenë e një shqiptarit të Shqipërisë edhe një shqiptarit të Kosovës me shkëmby edhe mu taku. Na kemi njerëz që për vitin 1947, 45 deri vitin 1992 kur nuk kanë mujtë mu taku vëlla dhe motër. Kjo është na kemi historia prej më emocionale të mundshme. Me ardh koha që brenda 3 ore me shku Prishtinë, Tiranë, edhe ti më koni sigurt, mi pas thonë dikujna para vitit 99. Që domethënë shokët të tanë, po edhe prorët të tanë, edhe njerëz të tanë, asoj rrugë që i kanë kaluar me qindra mijë herë të rrezikuar e të ekspozuar para vrasjeve, para do të thotë para një zhbëmje totale. Ka qenë me të vërtet një mrekulli në veti. S'kiti qysh ta emërtosh ndryshe. E sot hypti në cilin do makinë luksoze, me klim, kjerët klimatizume, edhe të shkan, e sot, si kur e thash atë, ishte në të pamën e generalit Sahit Jasharit, cilin e ngushtoi familjen Jasharaj për humbjen e një antarit familjes, i cili ka qenë prej bashkëpunëtorëve të ngushtë të Adem Jasharit, prej orëve të para të rezistencës. Allahu e mëshiroft. E inshallah e takon Zoti me nanën Sal edhe babën Hamit në xhennet, që veç historia këtyre dy plegjëve, Hamiti dhe Sales, është histori në vete. Është histori në vete. A i ki parasysh. Edhe thash, në një takim me ca vëllezër, ju thash, ati që ik lavdia betejave, nuk do duhemi i krenaria fitoreve. E në krenarinë e fitoreve tash, një shqiptar mas 3 dekadave, një qere shekulli se 25-27 vite për tendencë 30 vjetë, është 1/4 e 100 vjeçit, shekullit 21 ka shku, nuk do duhej me ndi veten inferior ndaj krenarisë e fitores së UÇK-s. Se në krenarinë e fitoreve këtë kanë pjesë, hise, të gjithë deri ata cilë do të vinë pas nesh, një pas nipi, stërnip pas stërnipi, mbes pas mbese, stërnip mbes, stërmbes pas stërmbese, brez pas brezi, deri në ditën e kiametit. A në lavdinë e betejave nuk kanë marrë pjesë të gjithë. Tani është, halo numri ma i ngushtum. Ata cilët i përzgjodhe Zotit janë shahida dhe dëshmorë. Se kjo nuk shkon me dëshirë dhe me vullnet, se gjithë ata që kanë kopë pushkën e kanë kopë që ta dorëzojnë amanetin. Dhe ne sot i marrëm lakmi plot njerëzve tanë. Për shkak sprovave dhe sfidave. Që ballafaqohemi në jetë. Që shpesh herë në rrethona të caktuara thu, qysh se kish pas shkruar Zoti. T'ja me shok në akiret. Allah na mundsoft me qenë së bashku, e sidomos juve që keni dhënë. Prandaj vëllai dashur, është për keqardhje sot kur ndëgjojmë plot prononcime, qofshin fake të rrejshme në për Facebook e Instagram, që shohat UÇK-ja, linçohen e prurë të UÇK-s. Pavarësisht se njerëz pa gabum nuk ka. E mirë po, deri në këtë mos të marrë guxim një birë shqiptare, e një bi shqiptare, edhe tash me një fudollëk, e ulur në një koltuk, e të shkruan zi e terë për emblemen e UÇK-s, për njerëzit që kanë dhonë gjithçka për këto, unë me të vërtet e ndi vetën shumë keq. E kam frikë se nëse bëhet trend kjo, tek njerëzit qofshin të organizuar, edhe unë do ta quaj një armat Facebooksh. Atëherë ne jemi duke shkel me dy kont mbi gjakun e dëshmorit. Këto Allah nuk e lejon. Nuk e lejon. Prandaj ju bëj ftesë edhe organeve të rendit që vlerat e shenjta, sublime të sakrificës në anën shqiptare
mundin e saj, sakrificën e saj, gjakun e dëshmorit, gjymtyrët e invalidëve tu që kësë. Mos të fyhen, mos të përdhosën, po të ndjeken penalisht ata të cilët dëshirojnë të fusin fitilin e vllavrasjes në aradhat tona. Se nuk është e lehtë. Aja që është ballafaqu. Hargjohen lapsat e ngjyrat e këtyre kimikave. Me fol për vujtjet dhe sakrificën që kanë përjetu vëllezërit dhe motrat tona. E sot të vije deri në këtë nivel që të gjejmë na kohë nga një dembeli pa parë që të prodhojmë kriza pa nevojë edhe të fyhemi, e të zihemi, të përqahemi, do të na mallka historia. Do të na mallka historia. Është vërtet? Sepse kemi hy në analet e historisë në faqet e bardha të saj. E dikush për një interes personal, apo për një kauz të një forcë të errët, të na zhvendos në faqet e zeza të historisë, nuk e kemi përbërë qas kujt. Prandaj kjo le të jetë një vërejtje gjithë kombëtare, gjithë shtetërore. Unë e kam obligim nga kënd vështrimi jam, me dha mendimin tem. Edhe kjo është realitet. Dhe këtë realitet nuk mundet ta zhbej kërkush. Unë e kam thonë me 10 herë, thamë edhe këtu. Ai që lufton Islamin në emër të shqiptarisë, është armik i shqiptarisë. Ose ai i cili e lufton shqiptarinë në emër të Islamit është armik i Islamit. Por edhe tolerancën, por edhe klimën e bashkëjetesës tonë, edhe frymës tolerante, edhe të komunikimit ndërfetar. Nuk rrezikohet parimet e besimit islam. Nuk i prish punë me Zotin ti që e ron tjetrin që është në rrugën tjetër, ose në kursin tjetër, ose del pi derës kishës e ti del pi derës xhamisë. Çka të dham ty, çka prish ti në ndërgjegjen tonë fetare, apo në moralin etik të pejgamberit alayhis salam, që runa Zot dikush e percepton se është vepër e gabuar me bashkëpunu për interesat përbashkëta, qofshin kombëtar apo shtetëror. Përkundrazi. Do më thonë, na do të kemi kujdes, dikush duke i fry këti zjarri, qofshin nga këtë tabor, apo qofshin për ati tabori tjetër, qoftë në emën të kombit, apo të në emën të fesë. Ose është dikush i tretë. Prandaj, ne duhet jemi vigjilent, se sot nuk kërkohet ti është vetëm i sinqert në besimin tënë, por ti është edhe i mençur në fush veprimin e këtij besimit tënë. Mendjepretësia është mundësia më e artë e mundshme që ju ka dhënë njeriut, sepse shumë njerëzve ju ka dhënë inteligjenca, e kanë kuptu botën, por fatkeqësisht nuk i kanë ndihmu kjo me kuptu vetveten e tyre, edhe në shkatërru. Shumë filozof njohur, kur e shën jetën private, kanë qenë njerëz të dështuar. A botës ju kanë dhënë dituri, ju kanë dhënë mundësi, ju kanë dhënë njohuri, pse atyre ju ka mungu pikërisht besimi. E neve na vyn ta kemi besimin e mirëfillt, i cili t'jep kuptim dhe t'jep urtësi. Se dituria është sinonim informatash. Dija është sinonim informatash. E urtësia është kuptim dhe perceptim direkt i kësaj informate. Që ta mirë drejtash, se runa Zot kur ta keq drejtash, aja bëhet pastaj gënjeshtër. Edhe runa Zot bëhet imagjinare. Aja duhet përkon me realitetin. Jo ndërmjet një të thënë edhe një të bëm, të jetë mes tyre një det i tanë. Mirë, një pauzë e shkurtër do të na ndihmonte për ta vazhduar në pjesën e dytë bisedën e për të na u bërë pjesë e shoqërimit edhe telefonuesit edhe dëgjuesit tonë. Kështu që po e kërkoj nga regjisori kushtrimi që ta përgatisim një pauzë të shkurtër për të kaluar në pjesën e dytë të programit me hoxhën e nderuar Fatmir Latifaj me inkuadrimin edhe të shikuesve dhe dëgjuesve tonë. Pas një pauze të shkurtër rikthehemi sërish.